Nëse Shqipëria do të bashkohej, kush mendoni se do ishte kryeministër më i mirë, Kurthi apo Rama? Tani ne Kurthin e njohim më pak. Jemi të sinqert. Rama më shumë. Është më mirë. Po. Inshallah që mund të jetë më mirë. Rama po prit. Rama ka iniciative të veta, ka disa vlera të veçanta që janë pëlqyer. Për shembull, Kanë qenë efikase. Po jo, ne e peshojmë si një kategori, janë kategori e vlerave intelektuale. Shkruajt. Pra japin nga vetvetja. Duhet ta çojmë zërin. Jo mënyrën e kategorisë të turmës. Nuk e pëlqej një kategori këtë, që e themi hapur. Pse? Turmat duhen, po turmat kanë disa veti të çuditshme, të cilat ka njëherë shkaktojnë shumë problematika. cilat janë vlerat e Ramës që e veçojnë atë nga Kurthi, për shembull? Shikoni prestigjin e autoritetit ndërkombëtar. Ka krijuar diçka të veçantë. Pse e thu janë naiva ndërkombëtarët që i japin diçka që quhet vlerë? Përmendim Macronin, përmendim Melonin, janë personalitete ndërkombëtare. Pse Trumpi pak? Mos ndoshta ne si shqiptar shquhemi në këtë drejtim? Tani unë bëj një pyetje, kam punuar me media, kam bërë mia artikuj, shtroj pyetje, ne që kemi bërë artikuj problematika, bëjmë krahasime me ato që janë aktual. Si mund vehet një ish sekretar partijet krye demokrat? A kishte naivitet? Qova zëri dikur në fillimet e demokracisë. S'kishim besim. E vuajtëm sot. Thjesht, prap viktima do të rrim ne. A i vjen re pensionet që na kanë dalë dikur, që kemi sot, na hoqen nga puna. Kujt ja kemi borç? I kam shkruar artikullun, kujt ja kemi borç vite? Rama ka 14 vite në pushtet. Po, unë e di se këtu jetoj. Jam aktual. Jam me shumë problematika që e jetoj jetën. Por në përgjithësi, ja, po ta bëjmë konkluzionin përfundimtar, si ne, me një aftësi, me një diçka që quhet me të vërtet e veçantë, po, patjetër, ka disa aftësi. Unë nuk duhet ta bëj lider të jashtëzakonshëm, por ama në disa drejtime ka disa pika. Sa deputet kemi ne që nuk arrin të justifikojnë vetveten me vite, me dekada. Qesharak, naiva, na kanë pi jetën tonë të përditshme. Si? Sa kanë kenë kryetare parlamentit, X e Y, ne kemi vuajtur. Pse kemi përhumbur? A duhet naivitet i madh? E shikoni shtetin tonë, pse t'jeti tillë? Me këtë pasuni, me këtë pozicion strategjik që ka, natyror, me pasuni të jashtëzakonshme kombëtare të trashëguar. Një grup më dalin edhe bajnë lideri, VIP-at, si VIP-a? Si VIP-a në për televizione, analistit, si? Nuk kanë rrit kur të kapin një problematik, ta trajtojnë si duhet. Po vitet janë të mia si individ, si popull, si njerëz. Unë ku ja kam borç? Ka shumë gazetarë sot që bëjnë rolin e gazetarit, mirë pa gazetarë që nuk din me shkruan gazetë. Ka shumë njerëz që dalin gjoje se jemi njisha. Si njisha? Ti s'ke ditë kur me shpol në radio një herë, në televizion një herë. Pse? Nuk e arrit me kap një problematik si duhet. Si u prishen gjitha këto? Ja kjo shoqë, arrin edhe shikon me vëmendje. Si u prishen këto fabrika? 500 e sa fabrika? Kujt ja kishin borç? Ishte mundi jonë, djersa jonë. Iku nuk i interesoj, meti me gisht ngoj. Pasuri kombëtare, ku shkoj? Pronat, që nuk i morë me ne?
Sa kanë metër me gisht në gojë lipin gishtin? Ashtë qesharak pensioni 100.000 lek? Po pse duhet ta vuaj? Keni një emër shumë të bukur, VIP. Po qa VIP? Ku a jeta jonë VIP? Nuk arrim të shkojmë njëherë në plazh. Si? Qa lloj jete të bëjmë? Jo se Rama është i përkryp. Rama ka nevojë, ke parasysh, ta jetoj jetën me njerëzit aktual. Jetë pra me të vërtet, me jetën aktuale. A ka disa gjana? I ka. A ka gabime? Pa tjetër që ka. Ja, shive një Spartak Ngjelen, avokati. Sa e arsyeshëm është në biseda? Janë njerëz që edhe e kanë vujtur jetën. E peshojnë. Njeriu i rrugës, njeriu i turmës, që vjen me turm, edhe bën gjoja VIP-i, njishit, nuk arri. Janë shumë. Unë e kuptoj që i fjalët i kam të vështira. Janë fjalë shpirtit, janë fjalë që ne i vuajmë, i kemi aktualisht në zemra. Ne i disa tjerë analistit, qa analistit? Po që më din mu Klaudia Lala dhe me mba mu ligjin, gjoja jam vlerë pesh intelektuale. Botojnë Itali, botojnë disa vende, kam ba 6 libra, në lanen pa pun. Di me shkru në gazet, nuk shkruhem pse, nuk jebet një lek. A është qesharake kjo formë? Pra, individi, ku është individi? Ne themi individi duhet jetë primari, duhet jetë njëshi. Sa janë pseudo në parlament kur i një gjonë në biseda? Sa? Janë të vështira. E kam shkru këtë artikull me këtë titull, kush tjerë leshin, kush hanë preshin. Pra tjerën lesh iksa, naiva, kush hanë preshin. Unë më që popull, unë që individ. Nuk duham të themi hapur gjëra, pse na djeg diçka. Mos e kemi nga mungesa e zhvillimit. E kam shkru këtë titull, kush lekun, kush dybekun. Pra, dikush miliona, miliarda lek. Po si erdhe u mërtan pasunia në mënyrën ma naive, u shkatërua gjithë shka. Ne kishim. A kishte gabime? Pa tjetër që kishte gabime. Por ishnë edhe të qëllimshme. Pse ta vuaj? Ku ja kam borç? E kupton se unë e kam kurajën civile me e thanë me mimin? Haptas. Edhe duhet të bërtasim. Gëzom t'jeni mirë, sukses.